Qeveria britanike sapo ka prezantuar një nga ligjet më të rëndësishme të emigracionit në vitet. Kritiket e quajnë më të ashprin në histori, por cila do anë ta marrësh, një gjë është e sigurt. Rregullat po ndryshojnë rrënjësisht. Parlamenti britanik po debaton sot një projekt ligj që kishte qenë në hartim që nga nëntori i vitit të kaluar. Qeveria thot se sistemi i tanishëm është thjesht i paqëndrueshëm. Kërkesat për azil në Britani janë rritur me 74% që nga viti 2022, pothuajse trefishin e rritjes prej 26% që ka parë Bashkimi Evropian në të njëjtën periudhë. Nga 450.000 kërkesa të bëra ndërmjet 2021 dhe 2025-s, vetëm 32.000 persona janë kthyer. Aktualisht, 107.000 azil kërkues jetojnë në strehim të paguar nga shteti britanik, me kosto 4 miliard pound vetëm vitin e kaluar. Ligji i ri ndryshon 3 gjëra themelore. E para, statusi i refugjatit nuk do të jetë më i garantuar, do të duhet të fitohet dhe do të rishikohet rregullisht. Mbrojtja do të revokohet nëse vendi i origjinës konsiderohet i sigurt ose nëse personi i shkel ligjet britanike. E dyta, azil kërkuesit që marrin strehim dhe mbështetje financiare nga shteti do të detyrohen të kontribojnë në kosto sapo të kenë mundësi. Dhe së treti, sistemi i apeleve po rindërtohet nga e para, po krijohet një organ i ri i pavarur brenda sistemit të emigracionit. Nëse apeli humbet, largimi mund të jetë i menjëhershëm. Një nga ndryshimet që po diskutohet prek të drejtën për jetën familjare, pra nenitet i konventës evropiane për të drejtat e njerëzit. Deri tani, ky nen është përdorur shpesh nga njerëzit si arsye ligjore për të mos u deportuar. Por qeveria thot se 86% e personave që e përdorën këtë argument, ndërsa prisnin largimin, përfunduan duke u liruar. Deri tani, shumë emigrantë që rrezikonin deportimin e kanë kaluar largimin duke argumentuar në gjykat se kanë familje në Britani, vëllezër, motra, xhaxhallar apo kushërin. Por me ligjin e ri, ky argument nuk pranohet më. Familje do të konsiderohet ligjërisht vetëm bashkëshorti ose bashkëshortja, prindërit dhe fëmijët e mitur. Nëse lidhja jote e vetme me Britanin është vëllai apo motra, kjo nuk të mbron më nga deportimi. Projekt ligji nuk është miratuar ende nga parlamenti, por drejtimi është i qartë. Britania po e bën rrugën drejt mbrojtjes, qëndrimit dhe të drejtave të lidhura me emigracionin më të vështirë, më të gjatë dhe më të kushtëzuar. Por qindra mijëra emigrantë që jetojnë dhe punojnë këtu. Koha për t'u informuar dhe vepruar është tani. Faleminderit shumë që më ndoqët në këtë video, mos harroni të bëni subscribe në kanalin tim në YouTube channel. Në videot e radhës do sjell 2 histori shumë interesante dhe sensitive nga diaspora shqiptare.